Shërbimi ndaj familjes tënde. Ky është një vështrim i hedhur mbi shtëpinë profetike. Atë shtëpi që Allahu e kishte ruajtur dhe pastruar nga çdo gjë e dytë. Këtë vështrim na e mundson nëna e besimtarëve Aisha, radiallahu anha, e cila na hap një dritare për të vështruar brenda kësaj shtëpie, si një përgjigje ndaj kuriozitetit të shumt prej brezit të tabiinëve që e pyesin atë. Çfarë bënte i dërguari i Allahut kur ishte në shtëpi bashkë me familjen? Kjo ishte një pyetje rreth këtij personaliteti publik, për të mësuar më shumë se si sjellej dhe vepronte ai kur ishte në një ambient privat, siç është brenda familjes. Si mund të jetë jeta e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili jashtë familjes duhet të përballej me çështje të ndryshme të njerëzve, por kur hynte brenda në shtëpi e mbyllte derën dhe gjendej vetëm me njerëzit e familjes së tij, vallësi ishte, çfarë bënte? Aisha, radiallahu anha, e mirëpriti këtë pyetje me kënaqësi dhe interesim, duke hapur një dritare për të parë brenda shtëpisë profetike. Ajo e përshkruan atë në mënyrë shumë të përmbledhur, por domethënëse. Profeti sallallahu alaihi wasallam ishte njeriu më i butë dhe më bujar kur ishte vetëm me familjen e tij. Ai ishte si gjithë burrat e tjerë, përveç se ai na bënte të qeshim dhe buzëqeshte gjithmonë. Ai ishte njeri si gjithë të tjerët, edhe u shërbente familjarëve të tij. Ai qepte vetë shapkat, i arnonte vetë rrobat, i milte delet, i shërbente vetë vetes së tij dhe punonte në shtëpinë e tij, njësoj siç punoni edhe ju në shtëpitë tuaja. Kur vinte koha e namazit, ai dilte të falej në xhami. Nuk e kam parë të godas me dorën e tij as ndonjë grua dhe as ndonjë shërbëtor. Kjo është me të vërtetë një buqet cilësish profetike plot aromë, që nëna e besimtarëve Aisha radiallahu anha na e paraqete në këto fjali të shkurtra dhe me këtë qartësi të përkryer. Tani na mbetet që t'i hapim sytë e koshiencës drejt disa kuptimeve madhështore. 1. Ai ishte një njeri si të gjithë njerëzit. Nuk mendoj se nëna e besimtarëve Aisha radiallahu anha po përpiqej të konfirmonte faktin se profeti sallallahu alaihi wasallam ishte njeri dhe jo engjëll, sepse ai ishte njeri dhe profet. Por ajo kërkonte të konfirmonte një domethënie më të veçantë se kjo. Ajo donte të tregonte anën e tij njerëzore në marrëdhëniet familjare. Kjo do të thotë se ai hynte në shtëpinë e tij, jo në cilësinë e liderit, udhëheqësit apo prisit, por me cilësinë e një bashkëshorti që të përjetonte jetën e qetë bashkëshortore me familjen e tij. Në këtë mënyrë, bëhet bashkë madhështia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me madhështinë e trajtimit bashkëshortor. Ai nuk shfaqej brenda shtëpisë së tij në cilësinë me të cilën shfaqej para njerëzve të tjerë, por jetonte thjeshtësinë e jetës familjare dhe spontanitetin e saj. Në këtë mënyrë, bashkëshortja e tij shikonte tek ai vetëm bashkëshortin e dashur dhe të mëshirshëm, edhe pse ai ishte më i miri i të gjithë bijve të Ademit alayhis salam, prisi të gjithë njerëzimit dhe më madhështori me shikimin e të cilit syt nuk kishin ngopur nga droja dhe respekti për të. Megjithatë, në shtëpinë e tij ai jetonte së pari si një bashkëshort për gruan e tij. Sa shpesh e harrojmë këtë dimension profetik madhështor, kur bashkë me veten sjellim në shtëpi edhe pozitën dhe titujt që gëzojmë jashtë familjes. Disa prej nesh jetojnë brenda familjeve të tyre, duke konsideruar veten si shkëlqësia e tij ose madhëria juaj e të tjerë. Megjithse këto tituj duhet t'i zhveshim tek dera e shtëpisë dhe të sillemi si njerëz të zakonshëm. 2. Ai shërbente familjes së tij. Më vjen në mendje një pyetje që thotë: "Vall, a kishte aq shumë punë shtëpie nëna e besimtarëve Aisha radiallahu anha, sa të kishte nevojë për ndihmën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? A nuk ishte shtëpia e saj vetëm se një dhomë e vogël afërsisht rreth 3.5 metra, me 5 metra, kurse për sa i përket punëve, a nuk ndodhte që të kalonin edhe 2 muaj të plot pa u ndezur zjarr për gatim në shtëpinë e tyre? Në këto rrethana, a ka ndonjë punë që ka nevojë për shumë mund dhe jo më të ketë nevojë për ndihmë, aq sa të lindë nevoja që i dërguari Allahu të jetë i zënë me punët e shtëpisë për t'i ardhur në ndihmë familjes së tij? Përgjigjja është se profeti sallallahu alaihi wasallam nuk e bënte këtë për shkak të punëve të shumta dhe nevojës së familjes për ndihmë, por kjo ka një kuptim më të thellë, që është përcjellja e ndjesisë së solidarizimit dhe pjesëmarrjes së plotë në jetën bashkëshortore për të bërë të mundur realizimin e njërit nga dimensionet e prehjes tek bashkëshortja, siç thotë Allahu i Madhërisëm, që të gjeni prehje tek ajo. Pra, që të banoni dhe të preheni së bashku. Këto punë modeste që i bën brenda familjes arrin deri tek zemra e bashkëshortes, duke përcjellë ndjenjat e dashurisë dhe mëshirës dhe e bëjnë bashkëshortin të ndjejë afrimitetin me bashkëshortin dhe bashkimin e shpirtrave dhe ndjenjave.
Kontributi bashkëshortit në shërbim të familjes me çfarëdo lloj pune dhe në çfarëdo lloj mënyre është në vetvete një mesazh jete që duket sikur thotë: kjo është shtëpia dhe jeta jonë së bashku. Këto mesazhe shkrirjeja dhe uniteti bashkëshortor ndërthuren me anë të këtyre detajeve domethënëse. Në këtë mënyrë, ai fiton vlera dhe i rritet autoriteti në sytë e bashkëshortes në varësi të modestisë dhe të thjeshtësisë që tregon ndaj saj. 3. Nëpërmjet kësaj dritareje, na jepet mundësia të hedhim një shikim brenda shtëpisë profetike që, edhe pse është e vogël në sipërfaqe dhe modeste në orënditë e saj, morali profetik madhështor e ktheu atë në një enë të madhe të mbushur me afrimitet, siguri dhe gëzim, ku gumzhin të qeshurat, ku rrezatojnë buzëqeshjet dhe nga kuburon një burim i pashtershëm lumturie dhe gëzimi. Ai ishte si gjithë burrat e tjerë, përveç se ai na bënte të qeshim dhe buzëqeshte gjithmonë. Në shtëpinë e profetit sallallahu alaihi wasallam nuk ekzistonte formalizmi i lodhshëm, as rreptësia e mundimshme, as brendja e fytyrës. Aty gjeje gëzimin e të qeshurave dhe afrimitetin e buzëqeshjeve, si dhe kënaqësinë e një jete të mirë që e mbush shtëpinë me gëzim dhe hare, aq sa duket sikur familja e tij po jetojnë në një nga qofshet e xhenetit. 4. Ky arti nivelit të lartë në marrëdhëniet bashkëshortore dhe marrja e iniciativës nga ana e bashkëshortit të drejtë pjesëmarrjes domethënëse dhe afrimitetit relaksues, do t'ia mundsojë atij zënien e një hapësire më të madhe në zemrën e bashkëshortes dhe në qenien e saj. Ky trajtim i lartë bën që prezenca e tij të sjellë gëzim dhe rehati, kurse mungesa e tij të sjellë vetmi dhe ndjesi mungese. E kjo do t'i garantojë atij një pozitë të veçantë tek bashkëshortja e tij. Ata që ankohen nga ftohtësia e jetës bashkëshortore duhet të mësojnë nga ky mësim profetik, në mënyrë që ngrohtësia të kthehet në jetën e tyre nga detaje të tilla magjike. Atëherë në zemrën e bashkëshortes nuk do të mbetet hapësirë boshe, pasi ajo do ta mbush atë të gjithën me bashkëshortin e saj, që e bëri të ndjejë pjesëmarrjen e tij të vërtetë në jetën e saj dhe ja ka ngjyrosur asaj ditën me buzëqeshje. 5. Në mahnitje dhe ekuilibri i vendosur nga i dërguari i Allahut në jetën e tij. Kur ishte me njerëzit, ishte më i buzëqeshur ndër ta, e po ashtu edhe në shtëpinë e tij bënte ata të qeshin dhe ishte i buzëqeshur gjithmonë. Kur ishte me njerëzit, ishte bujar si era që sjell shi të bekuar, e kur ishte në shtëpi i vinte në ndihmë familjes së tij. Ai ishte më i miri i gjithë njerëzve dhe ishte më i miri nga të gjithë për familjen e tij. Ky ekuilibër mungon tek shumë njerëz që bëjnë lajka të shtirura me shumicë në marrëdhëniet e tyre në përgjithësi, por ata e magazinojnë brendësinë e fytyrave të tyre dhe vrazhdësinë e shpirtrave të tyre për bashkëshortet e tyre. Ata shohin vetëm brendësinë e fytyrës dhe vrazhdësinë e mllefit të tyre, edhe pse ato janë më të meritueshme për të parë fytyrën e tyre të qeshur dhe moralin e tyre të mirë. I dërguari i Allahut arriti t'i përfshinte të gjithë njerëzit me moralin e tij të mirë dhe familja e tij ishin njerëzit më të lumtur nga morali i tij i mirë. 6. Ky mësim profetik është një mesazh i hapur që u drejtohet të gjithë atyre që kanë kuptuar gabim termin kuranor ku përdoret fjala gavametun, e përsi, duke kufizuar atë në mendje madhësi boshe dhe marrje në dorë të kompetencave, duke u shfaqur vetëm me fytyrë të vrentur ose duke dhënë urdhra dhe paralajmërime. 7. Mbetet i kërkojmë Allahut të Madhërisëm të jetë i kënaqur me nënën e besimtarve Aisha radhiyallahu anha, që urtësia hynore deshi që ajo të jetonte gati edhe një gjysmë shekulli pas vdekjes së profetit sallallahu alaihi wasallam. Ajo na ka hapur një dritare për të na mundsuar të shikojmë brenda shtëpisë profetike, që ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të mund të mësoj prej saj shembullin dhe modelin e Muhamedit. Allahu qoftë i kënaqur me të dhe shpërbleft me të mira.